Në vijim të procesit gjyqësor për dosjen e sterilizimit, prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kërkuar dënime të ashpra për 8 pandehurit që dyshohen për përfshirjen në skemën korruptive lidhur me tenderin e sterilizimit. Për ish zëvendësministren e shëndetësisë Klodiana Rjepaj dhe biznesmenin Ili Rapaj SPA kërkon nga 10 vite burg secili. Megjithatë, për këta të dytë pandehurit, nëse pranojnë gjykimin e shkurtuar, dënimi do të ulet në 6 vite e 8 muaj. Dënimet më të rënda rëndojnë pikërisht mbi Rjepajn dhe Rapajn, pasi ndaj tyre rëndojnë akuzat për vjedhje duke shpërdoruar detyrën përmes një grupi të strukturuar kriminal dhe falsifikim dokumentash. Gjithashtu, prokuroria ka kërkuar nga 3 vite e 6 muaj burg për Marcela Serianin dhe Sajmir Kadiun, ndërsa në rast të gjykimit të shkurtuar, dënimi do të ulet në 2 vite e 4 muaj. Për Petraj Mersinin kërkohen 3 vite e 6 muaj, por që në rast gjykimit të shkurtuar do të konvertohet me shërbim prove. Ndërsa për rektori në Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata, si dhe për Genc Byrazerin dhe Naila Ajazin, SPA ka kërkuar 2 vite burg, të cilat me gjykim të shkurtuar ulen në 1 vit e 4 muaj dhe konvertohen me shërbim prove. Në këtë dosje, përveç Rjepajt dhe Rapajt, 6 pandehurit e tjerë, ish zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë dhe antar të Komisionit të Tenderit të Sterilizimit akuzohen për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh. Deri tani, në kuadër të masave të sigurisë, Marcela Serianaj dhe Sajmir Kadiu ndodhen në arrest shtëpie, ndërsa Arben Gjata, Naila Ajazi, Genc Byrazeri dhe Petraj Mersini kanë masën e detyrimit për paraqitje. Seanca e radhës e këtij procesi është caktuar në datën 9 korrik, ku priten të merren fjalët përfundimtare të mbrojtjes dhe më pas vendimi nga gjykata. Gjykimi ndaj ish-ministrit Ilir Beqaj vijon i ndar pasi ai ka refuzuar të përfitojë gjykim të shkurtuar. Ky rast ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik për shkak të përfshirjes së zyrtarëve të lartë dhe dyshimeve të shumta për korrupsion në një tender me ndikim të madh në sektorin e shëndetësisë.